Sapo përfunduam mbledhjen e Këshillit Bashkiak Sarandë, unë sot zgjodha që të vija sepse ishte një ditë e veçantë për demokracinë vendore në Sarandë, se Edlira sot mori pjesë në mbledhjen e Këshillit Bashkiak mbasi ja rikthye mandatin me vendim gjykate. Ky Këshill Bashkiak ka vepruar në palishmëri, ky Këshill Bashkiak i hoqi përfaqësimin qytetarëve të Sarandës, i hoqi një zë opozitës dhe sot erdhëm për ta rikthyer. Opozita ishte e përfaqësuar edhe me Edlirën sot në Këshillin Bashkiak dhe ngriti çështjet e interesit publik që nga arsimi, shkollat e Sarandës, problemet e ujit të pijshëm, problemet e terminalit, parkimeve, gjithçka tjetër për t'i dhënë zë qytetarëve të Sarandës. Ne treguam që si Parti Demokratike i shkojmë deri në fund të drejtës. Ne treguam që vota e qytetarëve nuk mund të tjetërsohet me vullnetin e mazhorancës socialiste, edhe pse ka votat në Këshill, sepse e drejta është e patjetërsueshme dhe ne do t'i qëndrojmë siç i qëndruam deri në fund. Ky Këshill Bashkiak së shpejti do të shpërbëhet, por çdo ditë që ne do të jemi këtu, do të jemi për interesin e qytetarëve të Sarandës. Dhe së shpejti uroj me votën e qytetarëve të Sarandës ta ndryshojmë këtë Këshill Bashkiak, ta ndryshojmë Bashkinë e Sarandës dhe ta kthejmë atë në funksion të qytetarëve, në funksion të mirës publike, të interesit publik dhe jo në funksion të interesave partijake, të interesave të oligarkëve, siç ka qenë deri tani. Këmbë të mbarë, punë të mbarë dhe Partia Demokratike do të jetë gjithmonë në krah të kauzave të drejta qytetarëve duke i përfaqësuar ata deri në fund.